Çfarë po ndodh në baçen time në gusht? Sot dua t'ju marr me vete në një shëtitje të vogël në baçen time, sepse gushti është një muaj shumë interesant. Përshëndetje miq të baçes magjike. Disa bimë sapo kanë filluar të japin fruta, disa janë në kulmin e prodhimit, ndërsa të tjera vazhdojnë të lulezojnë dhe të na surprizojnë. Le t'i shohim bashk. Pema e çimkës. Po e filloj me këtë pemë, sepse kokrat e saj janë shumë interesante. Kjo është pema e çimkës dhe tani mund ta shohim të mbushur plot me kokra. Ndoshta nuk është një nga pemët më të njohura për të gjithë, por pikërisht këtë bimë më pëlqen t'i tregoj në baçe, sepse natyra ka kaq shumë bimë interesante që shpesh kalojnë pa u vënë re. Kur frutat fillojnë të formohen, pema ndryshon pamje dhe duket sikur është mbushur me pika të vogla. Dhe kjo është një nga gjërat që më pëlqen më shumë në baçe, të shohësh të njëjtën bimë në faza të ndryshme gjatë vitit. Lulja e shkretëtirës. Tani kalojmë te një pamje krejt tjetër. Shikoni sa bukur ka lulëzuar lulja e shkretëtirës. Dhe ajo që më tërhoqi me një herë vëmendjen ishin bletët. Kur një bimë është plot me lule dhe shohim bletët që vinë e largohen nga një lule tek tjetra, kemi përpara syve një pjesë të vogël të asaj që ndodh çdo ditë në natyrë. Bletët vizitojnë lulet për të mbledhur nektar dhe polen, dhe gjatë këtij procesi ndihmojnë edhe në pjalmimin e shumë bimëve. Prandaj lulet në baçe nuk janë vetëm për bukuri, ato janë pjesë e një ekosistemi të tërë. Dhe sinqerisht nuk ka pamje më të bukur se një lule plot me bletë që punojnë. Mollët. Tani shkojmë te molla. Ja sa bukur janë formuar kokrat. Kur shikon një pemë frutore të mbushur me fruta, në fakt po shikon rezultatin e një procesi që ka filluar shumë më herët. Fillimisht kemi lulet, pastaj pas pjalmimit fillojnë të formohen frutat e vegjël dhe pak nga pak ato arriten derisa të arrijnë pjekjen. Prandaj unë gjithmonë them se baçja është si një kalendar i gjallë, në çdo muaj ka diçka tjetër për të parë. Ulliri. Edhe këtu kokrat janë tashmë të dukshme. Nga lulëzimi deri te pjekja e frutit kalon një periudhë e gjatë dhe kokrat ndryshojnë gradualisht. Në këtë fazë ato janë ende larg pamjes së ullirit të pjekur që njohim. Më vonë gjatë pjekjes ngjyra e frutit fillon të ndryshojë. Dhe kjo është një tjetër mrekulli e baçes. Nuk duhet ta shohësh vetëm në ditët e korrjes, është shumë interesante të ndjekësh ndryshimin nga muaj në muaj. Misri me mustaqe. Dhe këto që duken si mustaqe nuk janë aty vetëm për zbukurim. Ato janë pjesa femrore e lules së misrit dhe lidhen drejt për drejt me formimin e kokrave. Çdo mustaqe lidhet me një pjesë të kallirit. Prandaj pjalmimi është shumë i rëndësishëm që kalliri të zhvillohet mirë. Nëse shikoni nga afër një misër në këtë fazë, është shumë bukur të mendosh se nga këto fije të holla do të zhvillohet një kalli plot me kokra. Natyra është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe tani vjen dardha. Dardhat kanë një pamje shumë karakteristike, ndërsa rriten dhe ashtu si mollët kërkojnë kohën e tyre për të arritur pjekjen e plotë. Kur ke pemë frutore në baçe duhet të kesh durim. Nuk mjafton t'i shohësh frutat dhe të mendosh se janë gati. Pjekja ndryshon sipas varietetit dhe kushteve të motit. Prandaj më pëlqen t'i fotografoj dhe filmoj gjatë gjithë sezonit. Kështu mund të shohësh ndryshimin me sytë e tu. Domatet e vona. Shikoni sa gjelbërim ka ende. Ndërsa disa bimë tashmë kanë kaluar pjesën më të madhe të prodhimit, këto domate vazhdojnë të rriten dhe të formojnë fruta. Ajo është bukuria e mbjelljeve të vona. Ato na zgjasin sezonin dhe na japin mundësinë të vazhdojmë të kemi prodhim. Kur pjesa tjetër e baçes vazhdon akoma të ndryshojë.
Dhe për mua, një nga pamjet më të bukura është pikërisht kur kjo bimë është plot gjelbërim dhe fruta që vazhdon të rriten. Kjo ishte një shëtitje e vogël në baçen time në gusht. Një pemë me kokra, një lule plot me blet, moll, ullim, misër, dardha dhe domate që rriten. Në fakt, kjo është ajo që më pëlqen më shumë tek baçja. Nuk është kurrë e njëjtë. Çdo ditë gjen një frut të ri, një lule të re, një gjethe ose një ndryshim që nuk e kishe vënë re më parë. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, edhe pas kaq vitesh ende më pëlqen të dal në baçe dhe të shoh se çfarë më ka sjell natyra sot. Nëse edhe ju keni baçe, më tregoni në komente çfarë po ju jep baçja juaj në këtë periudhë dhe nëse ju pëlqejnë këto shëtitje në baçen magjike, mos harroni të abonoheni që të vazhdojmë të shohim bashkë ndryshimet e saj. Nëse të pëlqeu video, ruaje dhe ndaje me miqt. Mos harro të shtypësh butonin zile për të mos humbur videot e radhës. Faleminderit që më ndiqni.